Jemi me pjesën e parë të hashtag Gjesit të bashkë në studio, e kemi të ftuar, në fakt e kam të ftuar, kolegën time Aurora Sallahu nga emisioni hashtag Gjesit, shu që pa e mirëpras dhe me folë për shubizin vendor, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Kelin, mirëmëngjesi për gjithë ata që po e shohin emisionin e mëngjesit kështu në të shtatë, po besoj që janë kështu rregullisht të njëjtit nashta. Po, Ta është i kështu çdo javë me risit matreja. Po, gjithsesi, ty të kemi kështu për risit matreja shubizit vendor, zakonisht që diskutojmë në studia, edhe që kemi me folë bashkë, për ndryshe që shi Auror, ke për shumë mirë? Mirë, mas zgjedhjeve kemi për shumë mirë, kemi njësë javën më barë, edhe që po punojna kështu. Po se, në fakt, na bashkë me Donin, prej që kanë qenë zgjedhjet hanën, Në që herët. Po, në gara më që herët, po nuk në gara shumë me punu si kur jo që kene qenë të nditën, bile që kjo ka qenë e mira. Pastaj, që ka qenë e mirë që në atë hanën ju kemi përmenë në stop, që keni bu një pun tjerë zakonshme, një pun shumë të mirë, edhe të paljodhshme, kështu që mase vishtë kam këtu ofër për të falenderoj. Publikisht, për raportimin tënd gjatë zgjedhjeve. Qysh ke kalu për ndryshe mirë? Po shumë mirë, nështë edhe koha që ka qenë më e mirë, se jemi mësu kështu gjithmonë dimret, e ka pasat lezetin e vetë, njerëz kanë qenë pak ma në disponim ata cilë kanë qenë, edhe kështu mirë kemi kalu. Okej, atë të përikthejemi temës, të pjasim pak për disa artist që kam publiku tashmë dhe albumet e tyre. Një prej tyre pëndalemi të Lëndrimi që ka publiku një EP. Po, Lëndrimi ka publiku EP-n e ti, të më thonë këtë javë, që titullohet El Divo, edhe që e ka muajt edhe atë eventin e ti që kanë qenë pjesë gogja madhe e kolegëve të ti, cilë të kam përkra, edhe që kanë qenë offer në këto momente. Lëndrimi ka punu fort për këtë mini album ose EP të ti, për me sjellë këto 4 këngë, që nga dalja e ti nga Big Brother, edhe që është fokusu mirë, edhe më kam pëlqyt gjitha këngët, faktikisht një projekt prej 4 këngësh. Njënën prej tyre e ka publiku më herët, që ka qenë After Party, dhe që është prit mirë nga gjithë, dhe ka qenë një promovim shumë i mirë fillimisht nga Lëndrimi në platforma digitale, mandej edhe nga njerëz të tij, kështu që ka ditë mirë, mandej këngët kanë qenë gjithat mira dhe kishin investu kështu edhe në klipe edhe në ide që është dhe Lëndrimi me qenë ma kreativ, që kanë qenë shumë të mira. Po, me një stil mjaftë nek ka ardhë në këtë promovim të këngëve të ti. Djeblen hashtag Gjesi e publikume edhe një prej këngëve ti që e kishte në videoklip edhe Dolçen që e kishte sjell. Ndoshta ma e veçanta ka qenë kjo shkaku edhe i klipit edhe që kanë, prej momentit që kanë kuptu që ka me qenë edhe Dolçe në klip të ti, kështu ma herët, njerëz dhe mendës kanë prit me po. Kanë qenë kërështorë, Po, kanë qenë shumë kërështorë të edit që Dolçe është ajo vojza që nuk ka komplekse, që qëfar do skenari me pas, ajo din me lujt edhe ka atë rolin e vetë, kështu ko gjatë mirë. Ndërsa, Lëndrimi po vazhdo me shiu suksesin prej Big Brotherit, prej që ka dalë që ka fitu Big Brotherin në fakt, ata është po mirët paka shumë edhe me muzik, me profesionin e ti, me ato që ka pasjana, që ka kalzu gjithmonë që ka qef me këndu edhe me vazhdu karierën muzikore, kështu që ka po mendon ti? Mendon që këmë i dhez këngët, albumi që sa po e ka sila, janë të i shku mirë? Unë e mendoj në mënyrën qysh Lëndrimi është rikëty kështu në muzikë, ka pas këngë të ti, por nuk ka qenë ashtu aktiv që me titullu 100% artist, ma herët tash i përket aj titull kështu pa dyshim, edhe ka fillu mirë, e ka një fillim shumë të mirë, edhe menojnë që këto këngë veç se kanë dhez, nështë jo në mënyrën më të mirë të mundshme, si artistat shumë vjeqarë që janë pjesë e karierës e tyre, po fillimi ti ka qenë shumë i mirë, shumë i fuqeshëm, edhe besoj që ka me konë shumë shpejt kështu në listat më të mdoja të këngëve ti, edhe e ka kapë verën mirë. Se këngët ti kanë qenë shumë ritmike të kësaj EP-e, faktikisht kanë qenë shumë për me këcy dhe shumë energji, taman ashtu që shidojna për verën, nuk kanë qenë asi këngë melankolike të vojshme, dimrit, se nështë që është shkon pak ma e zorshme për me... Lëndrimi me pa me të si këngë, ma shumë që... Dhe që i shkon, po, i shkon shumë. Edhe që... Dërsa për banorët e tjerë, që apëtë me menja që shpemojnë vetën tash pas daljes të Big Brotherit, apo mundën me hecë një hap me famën? Unë mendoj që
Big Brother është një format shumë i mirë nëse din me shfrytzu mirë pas daljes. Nuk është kur gjë që ka mundesh me bu mrena dhe që ka mundesh me tregu prej vetës mrena, po që ka mundesh me tregu kur del jashtë. Ka pas personazhe që nuk ka qenë të dashura hiç mrena dhe jashtë janë shumë dashura ose e kundërta, edhe që kur delsh prej çati formati aq të madh që të ndjeken aq shumë njerëz, dosh me ditë çka dosh me bu. Se ti atë fam nuk dosh me lënë me gjujtë më përlog, me një fjallë jargon. Do të me shfrydzu edhe një apitynëv ka qenë edhe Londrimi, cili me ndjerë ka punu fort edhe nuk është mirë nështë ta me gjona tjera fillimisht, më spari karriera. Normalisht familja këto cilat nuk i ke pas offer gjatë ati formati, me gjithat jo vetëm me shëtit në shta ose vesh me kon aktiv në rrjetet sociale, nuk jam kur gjë këto nëse nuk i përkushtojemi profesionit, është një marketing gogja i mirë Big Brother për profesionet cilat ata zgjedhin ose ato që ka zgjedhin me bo, qoftë rrjetet sociale, qoftë çfarë do pune që ata kanë, edhe Londrimi hen në njënin prej tyre, në gjithë Big Brotherat ka shumë pak cilat e kanë shfrydzu famën për të mirë, njëna për tyre mundemi me ecek edhe Alba Vukaj që ka shku në Kintash është duke bashkëpunu si influencere, ka kap shumë mirë punën e saj edhe është bu le të themi me shumë profesionalizëm, edhe që edhe Londrimi tash është një shembull për me ndjek, se qysh mundemi me shfrytzu famën pas Big Brother. Okej, ndërsa dhe banorët e tjerë po vazhdojnë me qëndru relativisht mirë, halohen në qendër të vëmendjes, disa për shembull të marrë parasysh me lidhje romantike që po përfliten, disa me karrierë, po janë të ndonë, por që me qëndru ende në vëmendje të publikut. Po. Vëmendja është, po çfarë është? Po, që nuk mundet me uzgojnë ndërsa shumë kjo vëmendje. Do me mentu gjithmonë pak ma afat gjatë. Ndërsa, po ndojnë me pak edhe tek artisti Butrin Timiri, cili dhaj tashmë kohët e fundit, nëse nuk ka bëj dje së par dje, sa po dje, okej, e ka publiku edhe albumin e ti Matri me 14 këngë. Po, me 14 këngë, njëna për tyne ka qenë e publiku me sytë e mi që një avë, edhe 13 këngë të tjera janë publiku më branë, ka ora 8 që është të diçka, edhe që se cila ka qenë artë në vete, le të theme. Nuk është që e kam favorizu asë njëherë Butrin Timirin si këngëtar, po tash për jepi një mendim kështu si Aurora. Kohët e fundit është një ndër artistët që investon në klipet e ti. Nuk e kam fjallë në gjirimet ose në investim luksoz, por në përmbajtjet që mundet një klip me i dhonë edhe se cila këngë ka kështu artë në vete, duke pas një klip që të regon shumë a shumë so fjallët në tekst, edhe që kjo ke që më buni për shtypje e mas shumë të nga albumi i pare, cilin e ka titullu edhe vetë aj, edhe që ishin shumë të mira. Njona për ty në e kemi pas shohën a dit në eventin e Butrintit, edhe që njona për ty në ka qenë dedikim me Sadion për një vajzë, po që nuk ka dish me ndo se ka thonë ajo vetë din, kështu që s'ka dash me ndojnë publikën, a? Aq është mjaftë. Me që datë se cila këngë ka qenë e mirë në vete. Edhe kanë qenë, le të themi një zhanër i përzirë kështu në të gjitha këngë, do më thonë një këngë ka qenë një përmbajtje kështu si në luft, tjetra ka, në spot po flas, tjetra ka qenë ashtu ai Butrinti shumë cool, që nga fillimi kur e kemi po, mandej ai Butrinti ma i lazdrum, mandej ai Butrinti ma old school, edhe se cila ka qenë e mirë. Kështu që po. E ka kap verën mirë Butrinti me këta album. Edhe po duket që te publiku ka arrit gogja shumë me dëgju ti me i pëlqy, se e dim që dhe Butrinti ka shumë fansa, që po duket që edhe publikut po i pëlqen albumi ma i ri. Unë mendoj që këto detajet e artistave, njona për pjesës e artit është edhe mënyra që është rikëthy Butrin Timiri kështë, me një postim në Instagramin e ti, me një letër, cilën e ka shkru vetë me dorën e ti dhe e ka postu fotën e qasoj letre, ku e ka shkru që këtë album e ka shkru në momentet ku ka qenë shumë keq me vetën e ti, edhe nështë këto detajet të bojnë nështë jona vetëm si publik, po edhe ata fansat e ti i bojnë për mi ndëgju hale ma me zemër. Normal edhe diçka që ka vjen nga zemra dhe që ka shkruhet në letër, që ka thuhet mandej që ka këndot, gjithmonë del shumë ma e bukur, se sa të shta dikush kur ta shkru nëse kur e merë të gatshme. Gjithmonë sanët ma reale janë ma të mira. E vërtet.
Unë e di që tash është bu viral dhe në TikTok, butërinti me pikërisht me që të kongën Sytemi, po, që ka njës njerës dhe me bo për me fitu një shumë të paras që e kështë njoftu butërinti. Po, edhe kjo ka qenë një detaj shumë i mirë, që mu më ka pëlqy shumë, do më thonë nga butërinti mere, do më thonë konga që merë mas shumë të klikime, po, video që merë mas shumë të klikime, do më thonë që e bujnë trendi kështu në rjetën social në TikTok, mundet me i fitu 100.000 euro. Edhe do me thonë që të promovime të cilat janë shumë zhanre ndryshme, kjo është një ndër zhanret që ka ditë me shfrytzu edhe që me promovu kongën e vetë, po dhe tjetri me fitu. Kështu që mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Okej, po përveç butërinti mere, lëndrime që kanë sjellë albume, ka sjellë dhe artistë tjerë shumë. E kena diskutu në për studio dhe Tajna që ka sjellë albumin e saj matrie, ende bile po dëgjuan këngët e saj dhe po pëlqejen me artistë të ri që ndoshta nuk i kemi dëgju ma herët zonat e tyre, por që Tajna ja u japi mund me thonë një shtytje dhe këtyne artistëve të ri. Tajna po mdoket është pikërisht ai rasti kur e qëtë vetën në pozitën kur ke qenë e re, edhe që s'ke pas për krojë, nështë ose ke pas nevoj për edhe ke pas nevoj për krojë edhe mandej nuk e ke gjetë edhe do në mjau dhuru tjerve, kështu që bravo i kofte dhe veç vazhdojnë së është artiste ndër ma unikët në momentin tash. Kështu që kemi edhe disa që janë të dasht me publiku album, se me albume kemi pas në këtë pragun e verës, këtë vetë, edhe që njëni që ndër artistët cilët donë me publiku albumin e ti, me gjithat nuk e ka publiku ende datën është Majko, edhe që po pritët me sjell albumin e ti, Qeli o Kufe. Titulli shumë i mirë. Qeli o Kufe, po, do më thonë Qeli është Kufe. E në farë mënyrë është, për neve, toksorve. Okej, bashkë për nga bënë kërështuar në bazë titulli që farë kongë pas ka me pas, për më duke që pas ka me pas edhe histori dashërie. Unë mendoj që po, ama nuk e di pse kom një përshtypje që këngët e Majkut nuk kanë me qenë ashtu për me këcy me to, po kanë me qenë për me vujt pa. Nuk e di pse kom qatë me ndem. Ose i përzin të dyja bashkë ka pak. Ose në është edhe të dyja bashkë, po zakonisht artistat që shkojnë një zhori rjetë pak. Si të njëjtë. Edhe kida me dhuratën, mos të harrojna. Jo kida me dhuratën, se e gabova, nuk e dina kanë me pas bashkëpunim, megjithatë e njëjt, e kam postu dyat ka një foto në Instagram, kida e pat shpinën e trupit soj, edhe shkruj ka ato toka, edhe postoj edhe një emoj ashtu kështë mos me fol, ma ndej dhurata në të njëjtën ore postoj një foto, tak. Tash nuk pedina ka me pas një bashkëpunim a jo, veç disa detoja që a mujta me i kop, në ashta edhe mundemi me pas, kështu që nëse po, janë dy artistë shumë të dashura edhe po, që i dëgjojnë publiku shumë dhe po besoj kanë qatë me i po bashkë, po. Pa tjetër. Për ndryshe edhe Dafina Zëshire ka zëvlu tash më gjenin e fëmijës së dytë që ka edhe një djallë. Edhe një djallë, kështu, edhe një vllatë vogël për Daskanin, djallin e saj, po. Daskanin, se kështë i thonë Gjergjin, Daskanin, edhe që shumë mirë. Po mirë, masi po i bota një vllaj, kështë e ka shpëndoa në rjetët sociale. Tash na po foljon kështu si populli unë, po dihet që ka me pas edhe një fmice, për me mundu me gjithë një qika. Po garant, edhe pse Dafina ka thonë publikisht që kena me bu një ekip futbolit, të shojmë dhe rësop i bajnë. Normal, kjo po dihet se ekip futbolit, nejse edhe qika të futbol. Po, po me rasi rrujmë një shtatëzanit në barë, të shëndeshme edhe me arrit bebish në shemë mirë. Po, ajo është të rëndësishme. Dhe që ka marrë vëmendje edhe kjo publikimi i videos në rrjetet sociale të Dafinës për Gjinin. Po ashtu në fund për përmendim pak edhe firmën VIP 3, e cila tash më 20 qershore ka edhe finalen, dhe i tash ka pas shumë qka nga banorët që ka njep, në qana të vëmendjes ka qenë Moza si gjithherë, po ashtu ku të fundit edhe Soni Malaj, ka qenë në qandër të vëmendjes, shu që paka shumë finalja, kush po ta mërmenja që ku me mbujt me fitu film? Moza mendoj që ka me fitu, nuk e mendoj vëshën, e mendoj më plot. Nuk kam nevojnë ashta me dhona i arsye dihet vetë, është nashta njëna që e ka ndosh publiku mas shumë të, na kemi mujtë rritës sociale, me gjithat nuk du me ugut me dhonë një mendim cak
se formatet tilla janë pa parashikueshme, për perspektivën tonë, kush mendon? Nga syri që e shohën, unë mendoj që ka me fitu Moza, megjithatë po ka qenë edhe Moza faktikisht edhe finalistja e parë u shpall, edhe Soni Malja i ka qenë kështu më e dëgjuar tash këto kohët e fundit në rrjetet sociale për shkak të surprizës që e pat në firma web, edhe që kjo ja rikthej vëmendjen kështu goxha shumë, ndoshta mundet me qenë edhe finalistë e dytë. Okej. Kështu që ta shohim. Edhe unë po mendoj që ndoshta Moza do ta marrë çmimin e madh, sepse prej fillimit i ka jap shumë çka publik. Dashuri, dhimbje, çka do me fjalët e saj që është ajo me shpreh. Kështu që ka qenë një konkurrente mjaft e fortë dhe e mirë. Edhe megjithatë në formatet e fundit, kështu të edicioneve të fundit, po më pëlqen që njerëzit me historitë më të mëdha ose njerëzit me thjeshtësinë më të madhe dhe me karakterin të fortë, janë të arrit me u kanë në vëmendjen më të duhur në formate. Kështu që nashta kjo nuk ka qenë më herët, kemi pas qafat viralitetin ato budallakinat. Kështu që kohët mundit shumë mirë, edhe që po, e meriton Moza, nëse veç e fiton. Njerëz po i dojnë, publiku po i dojnë njerëz real, kështu që po, përse që ndoshta edhe Moza do ta fitoj. Për ndryshe, nuk na mbetet kurrë tjetër, veç deri më 20 qershor me qëndru me këshyr fermën, edhe me pa mandej finalen se kush po e fiton. Aurora, a kemi diçka tjetër me shtu apo jo? Jo, nuk kemi. Do më thënë artistat që ti kanë publiku albumet e tyre, IP-t e tyre më herët, janë të vazhduar me suksesin e tyre. Më vlen cikët që me 13 dhe 14 qershor në koncertin 2 ditor e ka edhe Yll Limani, koncertin e tij në fushën e tenisit nëse nuk gaboj, edhe që në Tiranë, tek liçeni i Tiranës me Sadi, edhe që po pritet me pas shumë njerëz. Do më tonë edhe biletat fleqen vetë, kështu që po e shuzojnë... Te ju gjithmonë po janë biletat e shitura, kështu që... Qëto janë kohën paka shumë ma kresorët për këtë progun e verës. Okej, Aurora, shumë faleminderit për këtë detajet edhe rësit që na solle të showbizit vendor, si çdo herë. Kënaqësi me pas studio. Faleminderit shumë.